Unë nuk kuptoj pse nuk më besojnë, të thuash të vërtetën edhe të mos të besojnë, e gjeta si çobani me ujkun. Tani, ju jeni eksperte të petave, thot, po ka dhe vjera që të provokojnë me të vërtetë. U them që nuk di të hap peta. Nuk është gjë për të ardhur turp, përderisa nuk di çfarë do them, do hiqem sikur di, nuk di, se nuk e mora kur mundimin të them të vërtetën, që ta provoj. Do me thënë hap petën derisa ta bëj petull, ta shkuq në tigan. Po të bëj byrek, nuk e marr atë mundimin, se nuk e kam kur, nuk e di pse, më duket një gjë shumë e lodhshme, që nuk është e lodhshme. Më duket që do bëhet e gjithë kuzhina pise, andej e këtej me millra me njërin e me tjetrën, edhe më duket me lehtë të vete ta blej, do më thuash nuk ka të njëjtën shije, nuk ka, keni shumë të drejtë. Po nuk jam futur kur në ato që ta provoj të bëj peta. Eva di të hapi peta, shumë mirë, edhe mami, tim edhe i gjithë fisi, në fakt vetëm unë që kam e vetëm që s'di, edhe tani e them dhe në publik. Nuk ka probleme, do themi dhe të mirat edhe të keqat që kemi si njerëz, tani që s'di peta s'di, u pa puna. Sa për vjerën e shkreta nuk më kishte thënë kur që do me thënë di të bësh atë, di të bësh këtë, sa herë që vija të shtëpia saja nuk linte kur që të gatuaja, unë vija që të laje peta dhe ajo më merrte nga lavamani dhe më thoshte ik. Tutja, ik rri atje, më thoshte, nuk erdhe këtu të lash pjetat, që kështu jo më të më vinte për byrek, e kisha të shkëlqyer. Që kështu nuk dio njerëz, edhe të gjithë ju e vajzat që nuk dini, edhe po të doni të mësoni, po s'doni, s'u bëj gjithë për një byrek, dim gjithë ato gjëra të tjera dhe jemi të shkëlqyer, petët na munguan, ndaj nuk shikoni.